Është hera e 7 me radhë që po protestojnë për zëri i tyre nuk po dëgjohet. Andaj këtë të mërkur qytetarët e prekur nga ligji për tatim retroaktiv marshuan nga qendra e qytetit të Tetovës drejt gjykatës themelore, nga ku përcollën disa porosi me rëndësi. Nga takimi jon zyrtar me drejtoreshën e DAP-it me 301/2026, si dhe nga deklaratat publike të kësaj drejtorie u premtua se do të ketë komunikim me administratat tatimore të shteteve ku kemi vepruar dhe se të gjitha rastet do të rishqirtohen deri në muajin maj. Sot mund të konstatojmë qartë se ky zotim nuk është përmbushur. Përkundrazi, ditëve të fundit, shumica e qytetarëve kanë pranuar njoftim zyrtar për pagesë të një tatimi për të cilin nuk janë obligues ligjërisht, të shoqëruara me afate të shkurta dhe me kamata shtesë. Si qytetar shprehim shqetësim të thellë, këto të ardhura janë fituar me mund, shpesh në kushte të vështira, madje edhe në zona lufte. Këta fitime janë investuar për jetesë, për ndërtimin e shtëpive dhe për arsimimin e fëmijëve tanë. Sot po përballemi me një padrejtësi të difisht. Tatimi për prindërit për të ardhurat të fituar jashtë vendit, tatimi për studentët për punën e tyre gjatë studimeve, njëkohësisht shqetësuese mbetet edhe heshtja e institucioneve gjithësore, që nga muaji janar shumë qytetarë kanë dorëzuar ankesa në gjykatat administrative. Ato thonë se shteti duhet të merr parasysh kërkesat e tyre dhe të ndalojë menjëherë tatimin retroaktiv që sipas tyre është i paligjshëm, me që thonë si kanë kaluar më shumë se 183 ditë jashtë shtetit, gjë që liron nga pagesa e tatimit. Sot nga ky marsh kërkojmë pezullimin e menjëhershëm të vendimeve për tatim retroaktiv, ndërprerjen e procedurave ndëshkuese dhe të kamatave, interpretimin autentik të nenit 5 të ligjit për tatim personal. Zgjidhje politike dhe pezullim të plot retroaktiv. Ne nuk kemi qenë të informuar në kohë, shteti nuk ka vepruar në kohë, shumica prej nesh kanë qëndruar mbi 183 ditë jashtë vendit dhe nuk mund të penalizohen për këtë padrejtësisht. Në fund, ftojmë partitë politike që të marrin seriozisht këtë çështje dhe të ofrojnë një zgjidhje konkrete përmes kuvendit. Sipas tyre, çdo qytetar që ka punuar në shtetet e lindjes, por edhe të tjerë, duhet të paguajnë së paku nga 50.000 euro tatim, para që më nuk i kanë, me që i kanë investuar në shkollimin e fëmijëve dhe mbajtjen e familjeve të tyre. Shuma mesatare çdo kolegu i ka punuar, si zakonisht vjetoren e kam pat $20-25.000, ka pat rroga edhe $50.000 vjetore. Po nga jo shumë kërkohet 10% e tatimit fitim. Për 5 vjet që ka punuar dikush? Për 5 vjet llogaritet, nëse ka 5.000 euro në vjet, llogaritet 50.000 euro duhet të paguaj tatim. Edhe për këtë është shumë shqetësuese sepse dihet çështja ekonomike se është shumë e rënduar këtu tani. Së fundmi, përveç të hyrave, shteti ka filluar që të temojë edhe dëmshpërblimet që disa kanë marrë, gjë që sipas tyre është ndaluar edhe me ligje ndërkombëtare. Protestuesit gjithashtu u bën thirrje edhe studentëve që kanë punuar njëkohësisht dhe kanë studiuar, e që tani kanë filluar që shteti t'i tatimojë, të i bashkangjiten protestës e tyre që thonë se nuk do të ndalet derisa zëri i tyre të dëgjohet dhe shteti të merr masa. Protestat të njëjta vazhdojnë të mbahen edhe në qytetin e Kumanovës, ku qytetarët që punuan jashtë vendit përballen me të njëjtin problem.